Ju vinë faturat e larta, këta janë harxhuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike. Në kuzhinën tuaj ndodhen dy harxhuesit më të mëdhenj të rrymës elektrike, frigoriferi dhe soba elektrike. Frigoriferi harxhon më shumë pasi që patjetër duhet të punojë vazhdimisht, ndërkaq soba pasi që për një orë tërheq më së shumti energji elektrike. Bojleri do t'ju harxhojë 60 kW për orë nëse çdo ditë e ndisni, ndërkaq dritat e shtëpisë do të harxhojnë 45 kW. Pas tyre vjen lavatriçja me 36 kW, ndërkaq vjen më pas televizori, fshesa me korrent dhe hekuri për hekurosje. Plazma, ekranet harxhojnë 400 W energji, ndërsa LCD u nevojiten rreth 180 W energjie.